Fjala sot. Tundimi. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Tema e ditës për sot është tundimi. Po të shohim kuptimin e kësaj fjale në fjalorin e gjuhës shqipe, do të vëmë re se ajo ka vetëm ngjyrime negative. Tundimi është një tërheqje apo nxitje nga diçka e keqe, që nga jashtë duket e bukur ose fitimprurse. Është një shtytje për të bërë diçka të gabuar, për të ndjekur një rrugë të keqe. Dhe të jemi të sinqertë, që nga momenti që dalim nga shtëpia e derisa mbyllim syt për të fjetur, hasim shumë situata që na tundojnë. Fjala e Perëndis, Bibla, flet shumë për këtë dhe thotë se prirja për të rënë në tundim është pjesë e natyrës sonë njerëzore. Por, a është e mundur që ta mposhtim atë? Na ndiqni në programin tonë të sotëm për të mësuar më shumë mbi këtë temë dhe për t'ju njohur me një mënyrë shumë efikase për të mposhtur tundimet. Duke qenë se djalli është ende në këtë botë, tundimet janë të pashmangshme për secilin prej nesh dhe përbëjnë një betejë të vazhdueshme. Ky është ndoshta problemi më i zakonshëm me të cilin ne përballemi. Shpesh tundimet vijnë edhe nga miqtë tanë. E një mënyrë e mirë për ta kuptuar më qartë se çfarë është tundimi, është të lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 4. Në fakt, 11 vargjet e para të këtij kapitulli flasin për tundimin dhe tregojnë se si Satani u përpoq të tundonte edhe Zotin Jezus dhe çfarë metodash përdori ai. Nëse i lexoni me vëmendje këto vargje, do të vini re se djalli e sulmoi Jezusin më së pari me tundime fizike. Dhe në të vërtetë, shumica e tundimeve tona vijnë nga ajo që shohim, dëgjojmë, shijojmë apo prekim. Tundimet na rrethojnë vazhdimisht sepse jetojmë në një botë të rënë në mëkat. Në kapitullin 4 të Mateut, siç po thonim, shohim të ilustruar 3 tundime kryesore me të cilat Satani e sprovoi Jezusin gjatë 40 ditëve të agjërimit në shkretë të tjerë. Unë mendoj se gjatë kësaj periudhe ai u tundua shumë herë, ndoshta edhe qindra herë. Në Bibël nuk thuhet nëse këto ishin 3 tundimet e para apo të fundit, madje nuk dim as nëse ishin më shumë se 3, por është e qartë që Jezusi u përball me sprova të vazhdueshme gjatë gjithë asaj kohe. Një nga tundimet që përmenda më parë është ai fizik. Jezusi qëndroi në shkretë të tjerë për disa ditë dhe natyrisht pati uri, që është një nevojë thelbësore fizike, trupore. Pikërisht në këtë moment vjen djalli dhe i ofron atë që në pamje të parë duket se është e arsyeshme. I thotë: "Nëse je vërtet biri i Perëndis, përse duhet të durosh urinë? Pse të mos i kthesh këta gurë në bukë dhe të ushqehesh? Nuk e pse përballesh me dhimbjen e urisë. Ktheje gurët në bukë dhe do t'jesh i ngopur." Por Jezusi e dalloi menjëherë rrezikun e pranimit të kësaj ftese dhe e largoi tundimin duke i cituar shkrimin Satanit. Ai i tha: "Njeriu nuk jeton vetëm me bukë." Kjo ishte më shumë se thjesht refuzimi i ushqimit. Ishte një dëshmi se jeta nuk mbahet vetëm tek nevojat fizike, por tek fjala e Perëndis. Jezusi e qortoi Satanin dhe nuk ra në kurthin e tij. Por djalli nuk hoqi dorë. Këtë herë ai përdori një tundim tjetër, të lidhur me psikologjinë dhe madje u përpoq t'i citojë edhe shkrimin, por në mënyrë të shtrembëruar. Ai e çoi Jezusin në majë të tempullit në një pikë shumë të lartë dhe i tha: "Jezus, përse nuk hidhesh poshtë? Thjesht për të treguar se je vërtet biri i Perëndis. Në fundit, a nuk thot fjala e Perëndis se ai do t'u thot ëngjëve të kujdesen për ty dhe se ata do të mbajnë mbi duar që të mos ndeshësh me këmbën tënde ndonjë gur?" Edhe një herë tjetër, Jezusi sheh përtej fjalëve mashtruese të Satanit dhe ai e qorton atë me fjalën e Perëndis duke i thënë: "Është shkruar gjithashtu: Mos e tundo Zotin, Perëndin tënd." Pra, përsëri, Jezusi refuzoi t'i nënshtrohej tundimit. Ky është një ilustrim i bukur i mënyrës se si edhe ne mund ta mposhtim Satanin. Nëse e dini se çfarë thot fjala e Perëndis,
mund të citoni shkrimin dhe t'i rezistoni Satanit. Ky duhet të jetë një nga synimet e çdo fëmije të Perëndis, sepse nëse dini tekste të tilla, nëse njihni si ky që dëshmon mënyrën se si Krishti e mposhti djallin me fjalën e Perëndis, edhe ju do t'jeni në gjendje ta bëni një gjë të tillë. Ndoshta disa nga ju po thonë, po unë nuk e njoh aq mirë fjalën e Perëndis dhe nuk di se çfarë të them. Mos më keq kuptoni. Unë nuk po them se ju duhet të recitoni një varg nga Bibla me qëllim që të refuzoni tundimet e djallit. Në fakt, gjithçka që duhet dini është të thoni fjalët dhe emrin e Jezusit. Në emër të Jezusit, largohu prej meje. Satani nuk mund të ekzistojë në zemrën tuaj bashkë me Jezusin. Ky është thelbi. Nëse ju thërrisni Jezusin, Satani largohet. Ai duhet largohet. Më pëlqen shumë himni i reformimit të doktor Martin Lutherit, kur thotë se kështjella jonë e fuqishme dhe e pamposhtur është Perëndia ynë. Në këto vargje, i mshohet faktit se djalli do të na sulmojë. Por, nëse ne përpiqemi ta dobojmë dhe ta refuzojmë tundimin me forcat tona, sigurisht që do të dështojmë, sepse djalli nuk është thjesht një qenie tjetër njerëzore me të cilin po luftojmë për të parë se kush është më i fortë. Ai është një frymë e ligë. Është ëngjëlli i dëbuar nga qielli për shkak se u rebelua kundër Perëndis. Ai është Luciferi, biri i agimit. Dhe si rrjedhoj, ai ka një fuqi të jashtëzakonshme, një bukuri të jashtëzakonshme me të cilën mashtron e kështu me radhë. Prandaj, ne nuk mund ta refuzojmë atë thjesht me fuqinë, me vullnetin dhe vendosmërinë tonë. Kjo është arsyeja pse kemi nevojë për Krishtin dhe për fjalën e Perëndis. Vetëm Krishti mund ta mposhtë atë. Vetëm Krishti e ka mposhtur dhe do ta mposhtë atë vazhdimisht edhe për ju, nëse e thërrisni atë dhe përdorni fjalën e Perëndis. Pra, ky është thelbi. Le të shohim tani tundimin e tretë, i cili është vërtet delikat, do të thoja. Djalli e çoi Jezusin në një vend të lartë, ndoshta mbi një mal. Logjikisht kështu duhet të jetë, sepse ky është një fenomen që tregon se sa e madhe është fuqia e Satanit. Prej andej, ai mund të shikonte të gjitha mbretëritë e botës. Dhe djalli i tha Jezusit: "Më dëgjoj, unë e di që ti mendon se do të vuash dhe do të vdesësh për të shpëtuar gjithë këta njerëz. Por, më lejo të të them diçka dhe të t'i bëj gjërat më të lehta. I sheh gjithë këta njerëz?" Pastaj i ofroi të bënte diçka që sigurisht ai nuk do ta bënte. Kështu ai i tha: "Jezus, unë do të t'i jap ty të gjitha këto. Unë do të t'jap fitoren dhe gjithë ta njerëz nëse përulesh para meje dhe më adhuron. Në këtë mënyrë, nuk ke pse të vdesësh për ta. Unë do t'i jap ty të gjithë." E kuptoni se sa finok është Satani? Bëni kujdes kur ai përpiqet ju të ndojë me dinakëri, duke u thënë: "E di që kjo të duket e gabuar, ta zëm se po flet për vjedhjen. Po ti mund të marrësh disa para sepse të duhen për të ushqyer familjen." Sipas kësaj logjike, qëllimi justifikon mjetin. Dhe djallit i pëlqen të përdor këto lloj gjërash kundër nesh, duke na shkaktuar konfuzion e duke na bërë të mendojmë: "Po, ndoshta kjo nuk është ide e keqe." Nëse Krishti do të ishte nënshtruar dhe do të kishte adhuruar Satanin, gjithçka do të kishte humbur. Ky do të kishte qenë fundi i gjithçkaje, shkatërrimi i çdo gjëje. Por lavdi Perëndis që edhe një herë tjetër ai e refuzoi Satanin dhe nuk pranoi të binte në tundim. Çelësi në këtë situatë është të kuptoni se duhet të keni një huri të thellë për fjalën e Perëndis. Nuk po përpiqem t'ju them se duhet të mbani mend përmendesh 10, 15 apo 20 vargje, apo diçka të tillë. Nuk po përpiqem t'ju avështirësoj punën. Thjesht po përpiqem t'ju tregoj rëndësinë e njohjes së fjalës së Perëndis dhe studimit të thellë të saj me qëllim që të rriteni në besim. Sepse sa më shumë ta njihni fjalën e Perëndis, aq më shumë do të jeni në gjendje ta refuzoni Satanin. Mirpo, ju duhet kuptoni se edhe vetëm një fjali në emër të Krishtit largohu do të funksionojë shumë mirë. Është një fjali e fuqishme që vepron me të njëjtën forcë. Luteri kishte një mënyrë të mrekullueshme për të refuzuar t'i bindej Satanit sa herë që t'u ndohej. Dhe djalli e t'u ndoi shumë, ashtu siç bën me të gjithë ne. Por duhet dini se sa më i fortë të jetë një njeri në Krishtin, aq më shumë do ta ndjejë tundimin e të ligut.
A e di se nëse një drejtues i fortë në Krishtin bie, shumë të tjerë do ta ndjekin e do të bien bashkë me të. Njëherë, kur Luteri po ndjente se djalli po e mposhte, ndërsa po përpiqej të shkruante, ai mori shishën e bojës së shkrimit dhe e përplasi në mur, si për ta goditur djallin drejtë në kokë. Dhe ajo njollë boje, me qëra fjala, është ende në atë dhomë në Gjermani. Nuk e di se çfarë metode do të përdorni ju për të kundërshtuar djallin, por çfarëdo qoftë, përdoreni me sinqeritet dhe vendosmëri. Përdorni fjalën e Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, sepse për sa kohë jeni këtu në këtë tokë, do të tundoheni dhe duhet jeni të vetëdijshëm për këtë. Duhet jeni vigjilent, duhet jeni të përgatitur dhe të gjeni mbrojtje në Krishtin që jeton në zemrën tuaj dhe në fjalën e Perëndisë që banon në mendjen dhe në zemrën tuaj. Dhe kur tundoheni, largojeni atë menjëherë. Mos ju dorëzoni atij. Qortojeni menjëherë dhe ai do të detyrohet të largohet prej jush. Asnjër nga ne nuk është në gjendje të mposhtë tundimet pa përkrahje dhe me forcat e veta, sidomos në kohë që jetojmë kur duket sikur ato na sulmojnë nga të gjitha anët. Por, si në çdo aspekt tjetër të jetës sonë, fjala e Perëndisë na jep një zgjidhje për këtë. Vetëm përmes saj dhe në emrin e fuqishëm të Jezus Krishtit, ne do të jemi në gjendje jo vetëm të rezistojmë tundimeve, por edhe të mposhtim ato. Dhe vetë Jezus Krishti është shembulli i përsosur për ne. Nëse keni pyetje për këtë temë, apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.